vrahet vllau edhe gruaja e vllaut me fëmijë, shpëton vetëm Luani. Luanin unë e marr me rrit si me kon fëmijë. E kam një kuti duhanit që më kalon vllau dhe në atë ditë që kena me shku në veri ditën e fundit, rri me Luanin dhe ja japi atë kuti. Aty kam 2 cigare që mi kalon amanet. Dhe i tham, Luan, këto i kam amanet nga baba ju. Po si kam dhez deri sot. Këto cigare, kimi dhez në momentin kur të vraj shpetarin. A i ma ban jobac, do ndezim 2 tani. Kur shkojmë në veri, aty fillojnë luftimet. Unë e shoh një sërb që e ka marrë shënjes të Luanin, i dal me mbrojt Luanin dhe aty vrahet. Në momentin e fundit që vdes, i tham, Luan, sot e qovan amanetin e regjës. Mirë po unë aktrimin e kam në shpirt. Në këtë shtëpi të kulturës e kam kalu shumicën e jetës. Ma shumë kam najt këtu së në shtëpi. 1995-97 kemi gjeruar 5 filma artistik. Dalja nga Arsira, Kohët e Liga, Deri Kur dhe një komedi Kalanica e Kadiut. I kam veç 50 vitën s'ke. Kemi fillu diku në vitet 72-73 dhe se kemi ndërprej punën për asnjë moment. Përshëndetje miq të dashur, sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me një frymëzues të skenës sonë të aktrimit, i cili është Shaqer Bejta. Ai është frymëzues dhe motivues për gjeneratat e reja. Përshëndetje zotri Shaqer, fillimisht faleminderit që ke pranuar ftesën nga ana jonë. Faleminderit juve poshtë. Shpresoj që je mirë me shëndetin. Mirë, faleminderit. Apo na tregon pak për fillimet e karrierës tonë si aktor? Po, unë i kam veç 50 vitën s'ke. Kemi fillu diku në vitet 72-73 dhe se kemi ndërprej punën për asnjë moment. Sa u konë e vështirë për ty si aktor mja dalë në Kosovë, të e pas parasysh që aktrimi nuk është që vlerësohet shumë në Kosovë? Po, normal që jo veç unë po në përgjithësi, kultura nuk mbështetet dhe nuk përkrahet. Ndërsa përka rëndësia, kultura dhe arsimi janë bazamenti fundamental i një shoqërie. Dhe për fat keq, asnjëna as tjetra nuk janë të mbështetur dhe aq fort. Në këtë shtëpi të kulturës pothuajse e kam kalu shumicën e jetës. Ma shumë kam najt këtu së në shtëpi. E kemi pas teatrin këtu, teatri Drenica. Në teatr ku kemi lujt shumë pjesë teatrale. Ndoshta mos tonë prej atër detash me siguri 100 pjesë teatrale. Punën e kemi bërë kryesisht në baza vullnetare, sepse nuk është mbështet as para luftë, as në luftë, as pas luftë. Mirë po unë aktrimin e kam në shpirt dhe nuk mund në rridhje dhe patë. A ka qenë ma vështirë para lufte me zhvillu, edhe në fillimet mas lufte, apo tash? Me zhvillu teatrin, me zhvillu serialet? Normal, ne kemi pas pengesa, para lufte kemi pas pengesa nga regjimi serb jugoslav. Kemi qenë të përndjekur, nuk kemi qenë të lirë me bon shfaqe, me bon po, me gjithat ne nuk kemi në asnjë moment. Me hyrjen e masave të dhunshme, me kam dërbuar nga shtëpia e kulturës, dhe pastaj kemi filluar me gjiru filma. Gjatë periudhës 1995-97 kemi gjiruar 5 filma artistike. Dalja nga Arsira, Kohët e Liga, Deri Kur dhe një komedi Kalanica e Kadiut. Cili prej këtyne 5 filmave të kalon Bresa mas shumë? Bresa më kalon filmi Dalja nga Arsira, sepse është filmi i parë që kam lujt dhe ka qenë një film i shikuar gjithandej ka pas shqiptar.
Apo na tregon pak cila u kon vështirësia më e madhe që e ke has gjatë 50 vjet karrierë? Po të them të drejtën, vështirësi kemi edhe tash, sepse nuk mbështetet teatri. Mirë, po para luftës fakt jemi sfiduar nga regjimi serb, se tërë këta filma që i kemi gjiru duke ikur nga një mal në një mal tjetër, të përndjekur nga regjimi serb. A ke mendu ndonjëherë me lënë aktrimin veç për shkak se nuk është vlerësu? A të ka shku mendja ndonjëherë? Jo, sepse në radhë parë bëj për dëshirën dhe për shpirtin tim, pastaj për të tjerët. Tash në ditët e sotit, a pe ki vështirë për aktor të ri me i binë që nuk ka rëndësi sa paguhesh ose sa vlerësohet, po veç ëndrën mos e ndalë? Po shifaj që është interesum dhe që e ka aktrimin që e ka teatrin në shpirt, ai edhe me nisë nuk mund nalet. Ai vazhdon tutje. Pe këti teatri kemi nxirr shumë regjisor, shumë aktor, shumë dramaturg, skenarist e shumë të tjerë. Sot ndoshta Skënderaj ka më shumë ti aktor se qytete më të mëdha. Sa i frymëzon ti ata? Sa jep motiv për me vazhdu? Po, me vetë faktin që nga ky teatr kanë dalë shumë aktor, ajo do me thonë se motivive që e kanë pas këtu. Dhe ata të cilët kanë qenë të interesuar për me vazhdu aktrimin, ata janë regjistruar në fakultet pa asnjë problem, sepse këtu i kanë marrë hapat e parë. Është fat që unë kam luajt gjatë studimeve, kam luajt në teatrin studentëve ka qenë, aty kam pas fat të luaj me regjisor profesionist dhe nga ta kam marrë shumë. Kam marrë përvoja dhe ato përvoja i kam sjell këtu në teatr. Cili u konë momenti ma i mirë në krejt këtë karrierë tonë dhe që nuk e harron? Momentet më të mira të jo veç të mia, po çdo aktori është duar trokitja e shikuesve. Ajo na ka majt, ajo na ka frymëzu. Në këtë sallë, në këtë shtëpi të kulturës, para luftës, është dashur me majt ranin, me hy me policë. Sepse s'ka pas bileta, sa ka pas të interesu. Ajo na ka majt, ajo ka qenë frymëzim për ne. Tash, kur jenë teatër, a ka shikueshmëri? A ka publik? Jo, ka ra gjithandej. Problem ka për shikues dhe teatri kombëtar. Si ndehesh ti kur dikur s'ka pas vend për krejt publikun edhe tash është salla thuajse thot? Është edhimshme kjo, po... Edhe pse po ndodhen? Nuk e di, sigurisht ndodhen, ndikun edhe rrjetet sociale, ndikun edhe gjanat tjera që apo dhe këto e humbën interesimin. Cili është mendimi yt për rrjetet sociale që rinia po thuaj se nuk munden më me jetu pa to dhe i ka hup interesimi për arsim, për... Rrjetet sociale, ta them të drejtën, i kanë anë të veta negative dhe pozitive. Tash ata që i përdorin për gjanat, për studime, për gjana, për shkencë, për literaturë, për ato janë shumë pozitive dhe janë shumë pazavendësueshme. Po për fat keq tash pak ka ndoshta si që i përdorin për të marrë ndoj dituri. Cili u konë roli që e ke lujt me mas shumë të dëshirë? Nuk mund t'i dalloj, sepse rolet po thuaj se njeriu hyn karakterin e rolit dhe të gjitha ndoshta janë rolet të dashura, sepse i përgatit dhe i lu. A ke pas Po e kisha veçu rolin e Mus Mehmetit tek drama Hakmarrja, që me pas e patën bon film Dalja nga errësira. A ke pas në rol që nuk të ka përshtat, po e ke bo për hatër regjisorit? Ka pas edhe së rolësh, po me gjithatë njeriu kur të pranon duhet me lujt, ose mos me lujt fare. Sepse nuk guxon ti me u bë pengi një roli me dështu karrierën tonë. Që tash jetu marrë pjesë në serial? Po unë kam lujt në 3 seriale, në fakt 4 seriale, kam lujt seriali Dashni e Pabesi,
kam lujtë në serialin Shtëpia e Madhe, në serialin Dashnia e Humbën dhe tash në serialin Rrugët e Lirisë. Në cilin serial jeni mas mirë ti kur e ke lujtë? Po ta thëmë të drejtën, unë ceka dhe ma parë se rolin që e marri përkushtohem dhe kështu që e Cili seriali joti ka pas shikueshmëri ma shumë që publiku yt ty ta ka kërku me vazhdu, mos me ndërprej? Mu ta thëmë të drejtën, e kam veç publikun tim, i kam adhurus të mi, ku do që të luj, ku do që të shkoj me ndjekun, bëjnë komente, me flasin, me shkrujnë privat, me shkrujnë, sidomos të kë Shtëpia e Madhe, se këtu në rolin fakt përfundon Veri, vrahën Veri. Tashi nuk e di atë do të vazhdojnë këtë seriale, jo. Ky serial ka qenë seriali gati që e kam dasht mas shumëti, sepse kam pas një rol jashtëzakonisht të mirë dhe të fuqishëm. Dhe ta thëmë drejtën, mu ka dhimbë kështu si serial që ndoshta nuk do t'jam pjesë, po çfarë të bëjmë, jeta është kjo. A ke vendosur ti vetë me ndodhë që kjo ngjarje për mos me marrë pjesë, apo kanë skenari? Jo, skenari ka qenë. Skenari ka qenë. Soj, sepse unë me dëshirë kisha vazhduar këtë serial. Serialin Rrugët e Lirisë, serialin Dashnia e Humbën, e bëjmë produksionin Donjeta, një produksion që bajegi është një produksion serioz dhe ka shikueshmëri gati, është zanë vendin e parë për ka shikueshmëri. Rrugët e Lirisë sidomos. Tash jemi diku në epizodin e 70. Kështu që është një serial që i dedikohet ngjarjeve tona, ngjarjeve për të cilën ka kalu ky popull. Për ata është i dashur për publikun dhe është pothuajse në çdo familje, sepse nuk ka shqiptar që nuk e ka përjetuar dhunën e serbit, qoftë në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Ose vet, ose baba, ose daja, ose domethënë për ata është i pranishëm në çdo shtëpi shqiptare. Pak a shumë të edhin që dëshiron publiku, e zhvilloni serialin ashtu që ti menon që ka me pas shikueshmëri, apo vetëm roli që fare të bjen ty? Jo, unë e baj rolin tim, po seriali, çdo serial e ka të fushën e vetë që e ka marrë metra i tu, po për fat mirë ky serial që po tham Rrugët e Lirisë, i ka ngjarjet reale që ka ndodhur në Kosovë. Edhe ka pas sukses shumë? Edhe ka sukses, po. Apo na tregon pak për vlerën, për shembull, a mundi sa do pak bile shpenzimet që i bëni për serial min? Këto produksionet jetojnë nga klikimet, nga YouTube-a. Fakt mbi jetojnë, sepse nuk ka me ditë se çfarë përfitimi, po megjithatë ata po e bëjnë një punë të vlefshme, sepse po lanë gjurmë të pashlyeshme dhe po i përshkruajnë ngjarjet. Sepse ne si popull kemi shprehje më shumë me fol, më pak me shkru. Fjalët i merrera, ndërsa ne tash po e bëjmë një farë përshkrimi, një farë lloj arkivimi të ngjarjeve që kanë ndodhur. A mendon që aktorë të rinj po njihen keq, nuk që s'po vlerësohen sa do pak edhe nuk po vazhdojnë më rrugën e aktrimit, që ka do që kanë shumë prirje, po veç për shkak të ardhurnave e ndërprejnë edhe nuk e vazhdojnë? Ajo është për fat keq që është ashtu, po ta them të drejtën, me art nuk ka mes. Ose duhet me qenë fort i mirë, ose nuk ka mes. E këtu për fat keq që aktorët nuk po e qojnë deri në fund. Sepse ata që janë shumë të mirë, ata i kërkon edhe seriali, i kërkon edhe filmi, i kërkon edhe, do me thonë, mundëgjinë në disi.
A ka pas ndaj serial që ty nuk të ka pëlqy qaj aktor, po s'ke mujt me i thonë që ti mos e bë qëtë pjesë? Normal që është e pamundur me pas një bashkëpunim të njëjtë me çdo aktor. Sepse normal që disa aktor nuk muj përshtaten, nuk muj, kështu që luan rol shumë bashkë aktrimi me një aktor, nëse veç e ke një aktor që ke rolin me të, ajo vrehet edhe në shfaqje. Shkon gjithçka mirë, po edhe gjatë gjerime. Ndërsa nëse të bjen me lujt me një aktor i ri, një aktor që pa përvojë, një aktor, aty është pak problem se të nxjerr edhe ty nga duke u kthy disa herë, atëherë edhe ty ta hup pak motivin. Po megjithatë, unë jam çdo herë me i nxjerr njerëzit pavarësisht, me i motivu për me vazhdu punë. A i dëgjojnë këshillat e tuja, kur i thu që nuk bën qështo, po qështo? Patjetër se po. Po jam i kënaqur kur rri me udhëzu dikan me ndihmë dikuj. E cili është aktori ju t'i preferuar në serialin që jetu e luajt? Po aty ka kogja do aktorë janë të mirë, në përgjithësi është një kast e mirë. Tek Shtëpia e Madhe Bjeshjala ka qenë ky Labinat Lajqi, Edlir Gashi, ka qenë edhe Dexhmia, edhe ajo ka qenë gruaja ime në serial, edhe ajo gjithashtu ka qenë mirë, kështu që në përgjithësi kanë qenë një kast e mirë aktorë, tu përfshi këtë skenaristin dhe... Qysh jenë djeti kur ke bashkëpunu me gruan tone, ke marrë pjesë me një serial, sa u kon e lehtë apo e vështirë? Po shif, aktrimi është asisoj që ndërlidhen rolet dhe duhet me i punu rolet, ashtu si në jetën reale. Apo na tregon çfarë do me thoni e ka Shtëpia e Madhe? Shtëpia e Madhe ajo trajton një temë, sidomos pas luftës, ikja të rive, në për kufije, në për maltretime, sakrifica nga ana e regjimit serb, si në veri, si në kufi gjatë largimin nga vendi e tjera. Ka qenë bajagin një serial shumë i mirë. Kur të përfundojsh këtë serialin tash që jetu e luajt, a mendon me vazhdo apet me ndonjë serial të ri? Po, unë faktikisht kam oferta prej disa produksioneve, jam duke i shique emërat, rrethanat dhe të shoh se çka. Qysh mendon që ka me uqujt seriali i ri, a kina i preferencë? Jo, se ajo nuk mbaret nga unë, ajo mbaret nga produksionet, nga skenaristët e tjera. Ti që tash qysh e kishe qujt, nëse ish në varë prej teje? Po, s'di sepse nuk muj unë me dhon një emën nëse nuk e punoj vetë një serial. Duhet me punu, pastaj për fat duhet me thonë për fat mirë, po edhe për fat keq, sepse material kemi të mjaftueshëm. Thënë për fat mirë, ka material të mjaftueshëm, ka edhe kapacitet, resurse njerëzore të aktrimit, po për fat keq se do të trajtu temat e dhimbshme, temat e kalume, vujtjet e popullit e këto. Shpesh ma bëjnë njerëzit, bani bere diçka, s'po bëni diçka të mirë, po i thonë, ku me marë, hajtë bim aty, na po e bëjmë. Do me thonë, pse njerët nuk dojnë të knaqën me punën që e bënë, që thonë? Jo, ata e thojnë për temen, jo për punën që po e bëjnë keq, po për tema, dojnë tema të mira, tema, po për fat keq që na s'kemi hala diçka të mirë. I trajtojmë vujtjet, i trajtojmë të kalumen e popullit tonë. Mu për veti time, unë sa herë dalë shesh këtu, nuk pështë rast një fëmijë pa i thonë prindit bab ose mam, thuj agji ta bën me ba një foto. Qysh njëherë shte? Ajo mu shumë më mbush, ajo më knaq. Më knaq që po kuptoj se këto seriale po i përcjellin edhe fëmijët. E që rëndësi kanë ata me i përcjell. Brezin tonë, normal që ja kthen pak e i kujton. Edhe një brez të mesit pra po,
Rëndësi ka gjeneratat e reja, ato duhet një pa këto. Çfarë mendimi ki për gjeneratat e reja që nuk po fokusohen shumë? Tash të thëmë të drejtën, në rrjetet sociale e kanë zavendësue këtë hymjen sa. Tash, ndoshta ajo është pse nuk vini. E ka tash çdo film, çdo e ka në telefon, e shikon edhe në mënyrë është edhe më e lehtë kjo. Çfarë mendimi ki ti se tash këto reality show Big Brother po shikohet më shumë se një serial që ka plot vlera artistike? Kjo është e metë, është një degradim, është një degenerim i të rive, i të rejeve, po për fatke që nuk po funksionon shteti. A mendon që duhet... Sepse është dasht me kornizu gjanat, është dasht me ditë çka ban me u ba, çka s'ban me u ba. A mendon që ti nuk duhet me u zhvillu Big Brother në Kosovë? Absolut, nuk tham që s'duhet, po duhet bëhet me një skenar të mirëfillt, me një staf të mirëfillt, sepse edhe aty bëhen gjana të mirë, po varet çka ata po bëjnë. Ti mendon që stafi, regjistorët nuk janë... Nuk janë, jo. Ata e bëjnë këtë punë për përfitime, jo për të që ju interesant sa degradon shoqënia, ata ju interesant sa po shikohet edhe me përfitime materiale. Sa mendon ti që ndikohen publiku jashtë prej fyërjeve, komenteve të këqija që pibojnë ata mrenë, sa mundën mund ndiku rinia për shembull edhe me vazhdu të njëjtën mënyrë? Ndikohen rinia sepse arti thash edhe pare, arti, kultura, arti edhe arsimi janë bazament fundamental i një shoqënie. Andaj mbaret në atashti çka ju servojnë. Nëse i servojnë diçka të keq, normal që ka me qenë degradim. Për këta edhe duhet me u mbikëqyr këto gjana, për me u kanalizu, me ditë çka mu i trajtohet aty dhe çka projekti, programi. Cili shkon mesazhi, frymëzimi jot për rinin? Po, shife. Po kthehem sërish tek serialet. Këto seriale kanë ndiku shumë tek rinia, në përgjithësi tek popullata. Pa marrë parasysh se nuk bëhen ndoshta prej asaj më të mirës, sepse s'ka kushte. Një serial bie fjala, me përjashtim seriali Shtëpia e Madhe, 3 ditë është bën një seri, në tjera produksione për një ditë bëhen një seri. Do me thonë bëhen shumë të shpejt, nga jo që nuk kanë kushte, nuk kanë mjete, nuk kanë financa. Andaj është e pamundur një ditë me e bën një seri të mirë fillt, qysh duhet me bën. Megjithatë, e kanë efektin pozitiv, sepse kanë ndiku që popullatën me i tërheq prej serialeve të huaja. Sidomos serialeve turke, latine, greke, çka ta di. Çfarë mendimi ki për ata që më shumë kqyrin seriale turke dhe serialet shqip nuk i përcillen? Unë po them se me kanë rri si live, si mjetë që shkruajnë. Ata me thojnë se na kemi ra me i hek prej serialeve të huaja. Mendon që ja ke dalë? Andaj kjo mu mban me uni, jo veç mu, po duhet na baj të ndihemi mirë të gjithë ata që po punojmë këtë drejtim. A kishe mujt me na citu në i pjesë serialit? Është pak problem, sepse faktikisht edhe kalojnë gjanët, po me gjithatë unë po përpiqem ta bëj një nga Shtëpia e Madhe. Në fakt, në skenar, mu më vrahet vllau, unë vrahet edhe gruaja vllaut me fëmijë, shpëton vetëm Luani. Dhe tash Luanin unë e marr me rrit si me kon fëmita. Dhe ja dhon besën vllaut tim, i thamë se kam e qua manetin në vend. Dhe në fakt, në fund, edhe është vepruesht. E kam një kuti duhanit që më kalon vllauja. Dhe
në atë ditë që kena me shku në veri ditën e fundit, dalë në barë, rri me Luanin dhe ja jepi atë kuti. Aty kam 2 cigare që mi kalon amanet. Dhe i tham, Luan, këto i kam amanet nga vllau im, nga baba jëtë. Po si kam dhez deri sot. E sot i ka arë momenti me t'i dhanë ty. Këto cigare, kimi dhez, në momentin kur të krysh punë, kur të vrajsh petarin. Dhe faktikisht, ajo edhe ka ndodhë. Ai ma ban jobac, thët, do ndezim 2 të kënje. Unë e tham, ti do ndezës gjithsesi, edhe nëse nuk e ndezim. Në fakt, kur shkojmë në veri, aty fillojnë luftimet, unë e shoh një sërb që e ka marrë shënjës të Luanin, i dalë me mbrojt Luanin dhe aty vrahet. Do me thonë dhe në momentin e fundit që vdes, i thamë, Luan, sot e qova në amanetin e regjës. Kështu të që. Sa me ndonë që e ke pas të vështirë me u ballafaqo dhe me jetën personale edhe me pjesën e aktrimit? Unë për aktrim kam sakrifiku çdo gjë. I kam lanë edhe punët e mia keq, kam lanë shtëpi keq, kam lanë gjithçka keq për me ardhë këtu dhe me e bani shfaqje. Sepse pa sakrifiku nuk ka që banë punë mirë filta. Na të falenderojmë shumë që ndove kohën me neve. Faleminderit juve. Ta urojmë çdo të mirë dhe sukses. Faleminderit edhe juve.